Time Kadria nga AKE, mirë se erdhe kënaqësimet pas studio. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. 13 seanca zonja Kadriaj të Kuvendit të Kosovës, 13 të dështuara. Ku na çon kjo situatë? Partia që ka dalë para, Lëvizja Vetëvendosje, po akuzon ish partitë opozitare, po thotë e ka bllokuar procesin. Vërtet është shqetësuese se çfarë po ndodh në Kuvendin e Kosovës. Unë jam deputete për shumë mandate dhe asnjëherë s'ka ndodhur një situatë e tillë e bllokimit. Konstituimin e Kuvendit dhe zgjedhjen e kryeparlamentarit nuk e bllokon opozita e kaluar, po e bllokon partia që ka marrë mas shumë të vota dhe që propozon kandidatin. Ata njëkohësisht kanë obligim edhe për sigurimin e votave për kryeparlamentarin. Dhe ne po shohim se nuk i kanë ndonjë interesim të tillë ose nuk i kanë lënë vend vetes për bashkëpunim gjatë qeverisjes 4 vjeçare, ose duke marrë edhe qeverisin Kurti në 5 vjet e gjys, nuk kalon aleat që dëshirojnë të bashkëpunojnë me Albin Kurti, ndoshta edhe për shkak të politikave të gabuara ose për shkak të prishjes së raporteve me aleatët tonë, dhe ne jemi si vend i sanksionuar. Dhe tash asnjë po e shoh se nuk e ka dëshirën që bashkë qeveris me Albin Kurtin, për shkak se nuk është i sinqert me asnjë parti politike, dhe këtë ka dëshmuar. Vetë fjalori i zotit Kurti gjatë fushatave zgjedhore duke secilin personalitet apo secilin kryetar të partive politike, po edhe elektoratin e tyre, ka bërë që asnjë të mos i afrohet dhe asnjë të mos bashkëpunojë me zotin Kurtin. Lëvizja Vetëvendosje po insiston në zonja Kadriaj që të ketë vetëm një kandidat për kryetar të Kuvendit, Albolena Haxhiun. A është këtë problemi te kandidati, apo në rast se Lëvizja Vetëvendosje do të ndrojë kandidatin ose kandidatën, a ka vot AKE? AKE është prononcuar për disa emra, me thënë të drejtën për hir të zhbllokimit të kësaj situate, dhe kemi propozuar disa emra që lidhen ndoshta edhe me luftën, edhe me historinë familjare, ose edhe për jetimet që i kanë ndodhur për zonën Bogujevci dhe për Shqipe Selimin. Arsyet janë krejt qarta, historia e zonës Bogujevci, vrasja familjeve, plagët në trup që i ka zonja Bogujevci, dhe Shqipe Selimin që ne kemi si bashkëluftëtare, dhe që është bashkëshortja e Recep Selimit që ka qenë një bashkëluftëtar me Davut Haradinaj, me Ramush Haradinaj. Ndoshta kishim reflektuar në këto raste sepse s'kish qenë morale për neve nëse ish propozuar një figurë e tillë të mos jepnin votën për kryeparlamentare, dhe ju e keni parë se këta janë stopuar në këtë emër. Bili kanë detyruar zonjat e nderuar që dalin të deklarojnë se veç ka të drejtë propozimit veç Lëvizja Vetëvendosje, gjë që ne e kuptojmë, po ne së paku kemi dhënë një alternativë për zhbllokimin e kësaj situate, dhe po shihet që vetë Lëvizja Vetëvendosje nuk është për zhbllokimin e kësaj situate, për ndrimin e një kandidates për kryeparlamentare, sepse kemi pa dhe partitë e tjera dhe Partia Demokratike ka thonë që në rast se është ndonjë kandidat që është pak më konsensual, do të ketë vot për votimin e kryeparlamentarit, në të kundërtën për shkak të veprimtarisë së zonjës Haxhiu, dështimit si ministre e drejtësisë, po edhe arrogancës që ka pas në raport me të gjithë, normal që të gjithë hezitojnë të kenë vot për Albolena Haxhiun. Mungjen keq është si femër, dhe në këto raste po luan rolin viktimës bullizimit, po është pikërisht Lëvizja Vetëvendosje që është bullizuese me ato ushtrit e veta të Facebookut ndaj çdo personaliteti, cili do qoftë është kryetar partie, është deputet, është anëtar i kryesisë, po secili që e ka një qëndrim dhe mendim kundër Lëvizjes Vetëvendosje, ai bullizohet në format më të keqe të mundshme. Bili ju keni rastet e gazetarëve të cilët edhe janë akuzuar, po edhe janë kërcënuar për shkak
të kundërshtimit të këtyre politikave. A nuk kupton kjo Zonja Kadriaj se VV nuk është interesuar që të formoj institucionet e reja të dala nga zgjedhjet e nënshkurtit? Ne kemi pa deklarata kontraverse të deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, të cilët janë prononcuar para mediave, po në ndonjë debat politik, të cilët kanë thënë se ne po dëshirojmë ta zgjedhim, po dojmë votat e opozitës për kryeparlamentar dhe po e lidhe një proces i cili është krejt i kundërt zgjedhja e kryeparlamentarëve dhe zgjedhja e nënkryetarëve të kuvendit. Këto janë dy procese të ndora, sepse kryetari në kuvendit duhet të sigurojë lëvizja vetëvendosje, ndërsa nënkryetarit me rregullorët të kuvendit i takojnë partive më të mëdha. 3 partive më të mëdha shqiptare ju takon ta kenë nga një nënkryetar të kuvendit dhe nga një nënkryetar të kuvendit i takojnë pakicave. Edhe komunitetit serb, po edhe komunitetit jo serb që janë pjesë e kuvendit, dhe kjo është krejt një procedurë tjetër, nuk është një procedurë që lidhet direkt me zgjedhjen e kryeparlamentarit. Dhe nëse kthehem prapa në retrospektiv, shifni deklaratat e Albin Kurtit, po edhe vetë zonjës Haxhiu, edhe oponentëve tjerë të lëvizjes vetëvendosje, kur zgjedh kryeparlamentari, kanë kundërshtuar dhe asnjëherë se kanë votuar. Këta po thirren në një vendim të gjykatës kushtetuese, po ne kuptojmë vendimin e gjykatës kushtetuese që përcakton që kryeparlamentarit i takoj partisë e cila ka marrë më shumë vota, dhe po neve nuk na detyron ta votojmë kryeparlamentarin. Ne mundem me pas vota për, mundem me pas vota kundër, mundem me abstenu, po dhe mundem mos me marrë fare pjesë në votim. Është e drejtë e deputetit se si do të votojë, nuk mundet me përcaktu lëvizja vetëvendosje dhe dëshira e deputetit deputeti në fakt është i pavarur në vendime dhe në qëndrime bile edhe nga partia politike. E shesë ndonjëherë është një qëndrim krejt tjetër një partie politike, po është një qëndrim krejt tjetër e ndonjë deputeti të cilët mendojnë se ashtu është më mirë. Dhe po e përsëris blokadën për konstituimin e kuvendit të Kosovës po e bën e lëvizja vetëvendosje. Një seancë për të dielën në ora 10. Çka pret? Asgjë. Ne po presim njëjta situatë. Ne do të shkojmë, sepse kemi obligim si deputet të jemi prezent në seancë, do të shkojmë dhe do të përsëritet procedura e njëjtë. Do të thonë, do të kërkohet tash votimi i këtij komisionit, sepse këta duke shpresuar se me ndryshimin e formës së votimit nga votimi i hapur në votim të fshehur, do të ta marrë ndonjë vot nga parti tjera dhe kjo besoj që është një lojë, sepse nëse ka deputet që dëshirojnë me votu, do e kishin votuar edhe haptas, dhe këtu në fakt kanë bërë shkelje ligjore dhe kushtetuese, sepse në mes dhe AK nisi një iniciativë të re për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese. Sa nënshkrime morët, kur do t'i dorëzoni dhe çka konkretisht do të kërkoni nga gjykata kushtetuese? Në fakt na nevojiten 10 nënshkrime të deputetëve që veç sot i kemi marrë, po meqense se është ditë pushimi sot, është vikendi, edhe në seancën e të dielës do të marrim nënshkrime, kemi hartuar arsyeshmërinë, ligjshmërinë, të cilën do ta dërgojmë të hënën. Po kërkojmë që të interpretohet shkelja ligjore dhe kushtetuese që është bë, se në mes të votimit nuk ki të drejtë ta ndryshosh formën e votimit, sepse ne kemi qenë mes të procedura. Nëse ish fillu, për shembull, ndoshta me votim të fshehtë, ndoshta e kish pas një arsyetim, po të fillohet me votim të hapur edhe të kërkohet të ndryshohet mes të votimit me votim të fshehur, besoj që kanë bërë shkelje kushtetuese. Dhe në rast se pa dashur ta paragjykoj vendimin e gjykatës kushtetuese, në rast se thotë ka qenë këto veprime të partisë që ka dalë para antikushtetuese, ku na çon kjo situatë, zonja Kadriaj, nuk e te kalon kjo ngërçën që po ndodh në kuvendin e Kosovës. Po megjithatë ne duhet marrim, nuk duhet lejojmë pavarësisht paragjykimeve. Ju e dini që kjo qeveri edhe në të kaluarën
ka miratuar ligje antikushtetuese, të cilët ne si deputet të opozitës dhe parti parlamentare mi detyruar t'i dërgojmë në gjykatën kushtetuese për interpretim dhe ju e dini që shumica e këtyre ligjeve janë kthyer si antikushtetuese, edhe pse gjatë debateve të miratimit të ligjeve kemi thonë qartë edhe sakt se janë antikushtetuese, që nuk janë të drejta, megjithatë këta me procedura të përshpejtuara dhe duke sjellë me arrogancën e numrave, i kanë votuar këto projekt ligje dhe ne jemi detyruar t'i dërgojmë për interpretim. S'paku, ne nuk mundem para këtyre shkeljeve ligjore, nuk mundem trim së mbyllur dhe t'i kalojmë se me atë sensin se s'po ndodh fare. Askush nuk është mbi ligjin, askush nuk është mbi Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe andaj kushto që mendojmë që po bën shkelje ligjore, po bën shkelje kushtetuese, po ne duhet t'i adresojmë si deputet të Republikës së Kosovës. Situata aktuale, zonja Kadriaj, nuk na çon askund për shkak se nuk ka asnjë afat ligjor se kushtetues. Mund të thirrën seanca çdo 48 orë, çdo 48 orë, nuk ka një afat ligjor ose kushtetuese kur mund të përfundoj kjo si proces. Pse për shembull dikush nga partitë opozitare ose aleanca nuk e voton kryetarin e kuvendit, nëse jeni të bindur se partia në pushtet nuk i ka numrat për formimin e qeverisë dhe kësaj partinë e parë ta fshinë në afate kushtetuese dhe ligjore për formimin e qeverisë dhe më pas të kalohet te i dyti apo i treti. Tash si fakt ka qenë aleanca që ka dhënë alternativa së paku. Ndryshimin e kandidatit, ju e shifni që edhe PDK-ja e kundërshton zëshëm këtë kandidatë dhe kanë thonë që nëse ndryshot kandidati edhe është ndonjë kandidat ma konsensual dhe votojnë. Ka qenë në fakt kryetari i partisë Memri Krasniqi, edhe ne përkundrazi kemi dhënë alternativa, mirë po si kanë përkrah, nuk i kanë përkrah, as po e ndryshojnë kandidatin, as nuk po jepin alternativa tjera, ndoshta po ju konvenon kjo situata e bllokimit për shkak se nuk i kanë numrat për qeveri dhe janë stopuar me Albulena Haxhiu dhe kjo po del që Albulena Haxhiu është mbi Kushtetutën, mbi ligjet, po është edhe mbi Kosovën. Nuk mund të mbohet peng institucionet ose konsultimi institucionit të kuvendit të Kosovës pengi një emri. Kjo është absurditet. Besoj, po të kisha qenë unë në vendin e Albulena Haxhiut, unë do isha tërhik vetë voluntarisht nëse ti për 12 herë, 13 herë, ose nëse vazhdojmë prapë, nuk ki vota, unë nuk do isha ndirë mirë, beson që nuk do isha ndirë mirë dhe do isha tërhik, po nuk po e shohim një veprim të tillë nga zonja Haxhiu. Pak para se më dalte ftesa e presidentës, zona Kadriaj, 3 propozime, si me thonë Tavolin. Albin Kurti nisi një letër LDK-s, ku eftoi për bashkëqeverisje. LDK më pas në letrën e saj propozoi një qeveri teknike të gjitha partitë politike bashkë, por edhe një propozim i Partisë Demokratike të Kosovës që tha se janë për një qeveri nga ish partitë opozitare, të njëjtin qëndrim e keni edhe si aleancë për ardhmërinë e Kosovës. Që shdo ky propozimi, letra mas pari e Albin Kurti drejtuar LDK-s për bashkëqeverisje? Për shkrimin që e kishë bërë zoti Kurti në atë ftesë, unë mendoj që ishte në një fakt ishte injoruse, duke e përshkruar se ju keni bërë koalicion edhe me partitë e tjera, edhe në formën tjetër që tash ata që kanë kundërshtu koalicionin edhe njerëzit që kanë kundërshtu koalicionin nuk i keni me në strukturat larta të LDK-s, unë mendoj që ishte një lojë e zotit Kurti sa për të konsumuar kohë. Nuk ishte letër e sinqert, s'ishte e sinqert as ftesa që ju bërë Lumira Abdigjikut për koalicion, në atë përshkrimin asaj letre unë nuk kom pa sinqeritet të thirrjes për bashkëpunim të sinqert. Edhe për kundër dallimeve që i kanë, sepse LDK-ja është partia e djathtë, Vetëvendosja është partia e majtë, unë nuk pa sinqeritet aty. Po insistoni si akë,
që të ketë një qeveri, e këni thënë edhe gjatë fushatës zgjedhore, por edhe pas fushatës, që të ketë një qeveri nga partit ish opozitarë që kanë qenë. Me gjas, po shihet që edhe kjo është e pamundur. Është një deklarat e LDK-s që thëtë nuk kemi vot as për lëvizjen vetëvendosje, por as për partit që kanë qenë në opozitë. Ne në fakt jemi për një koalicion me partit që kanë qenë opozitore, sepse për 4 vjetë ne kemi bo një opozitarizm, ne e dim që nuk kemi parti, nuk kemi program të njëjtë, nuk kemi të njëjta, sepse jemi 3 partit të kundërta në fakt, po ne kishim mujt me gjithë një modul bashkëpunimi me harmonizu së paku programin zgjedhor të 3 partive politike ku përfshihen çështjet që janë të rëndësishme, me ullë një grupe ekspertësh që kishë harmonizu një program, dhe unë mendoj që nuk ka pas kur gjë të keqe të formohet një qeveri e opozitës. Ne jemi për, vazhdojmë me qenë për një qeveri të opozitës dhe në asnjë formë në partenaritet me lëvizjen vetëvendosje. Qeveri të opozitës përfshi këtu edhe nismen e Fatmir Limas. Ne nuk kemi partia që kemi marrë mas shumë të vota. Prej 3 partive që jemi, ne jemi partia 3, atër ju e dini që me afate kushtetuese nëse kalot këj gërqje zgjedhjes së kryeparlamentarët dhe zgjedhjes nënkryetarëve të kuvendit, ka afate ligjore kushtetuese se deri kur mundet Albin Kurti t'i siguret 61 vota për formimin e qeverisë, dhe nëse jo, atër i takon partisë së dytë, që është Partia Demokratike e Kosovës, të cilët atëherë duhet të fillojnë bisedimet edhe me Fatmir Limen, edhe me Lumir Abdigjikun, po normal edhe me Ramush Haradinaj, në mënyrë që të formohet një qeveri, po edhe me komunitetet jo serbe. Në këtë rast, në mënyrë që formohet një qeveri. Sa do t'jetë gjatësia kësaj qeverie, atëherë nuk i dihet për shkak se ju e dini që në pranverën e vitit të ardhshëm është sfiduese edhe zgjedhja e presidentit, sepse për zgjedhjen e presidentit kërkohen 80 vota. Zgjedhet me 61 vota në rundën e tretë, ama prezent në sallë duhet të jenë 60 deputet. Një letër e presidentes Vjosa Osmani, ku ka ftuar partitë politike për të kaluar këtë situatë. A kjo besoj që shkon në takim? Partia më ka autorizuar mua për këto bisedime që të shkojmë, po tash nëse thirret, megjithatë edhe kur zotja Avni Dehori na ka ftuar në këto tryeza që i kemi bën, ne kemi shkuar, edhe pse ai s'ka pas mandat me i thirr partitë në takime dhe në konsultime se çfarë do të bëhet, megjithatë kemi shku. Më vjen keq për zotit Dehori për shkak se tash i imponohet agjenta e lëvizjes vetëvendosje për shkak moshës, i ka taku që t'jetë udhëhec i këtij procesi, po besoj nuk ka asgjë të keqe nëse ftojmë nga presidenta të shkojmë tulem në mënyrë që ta gjejmë një zgjidhje që jep fund këtij gërqjet, po atëherë të shohim se cilat do të jenë qëndrimet e secilës parti veç e vet. A beson se do të prodhoj një situatë e re ky takimi i subjekteve politike me presidentën? Megjithatë, unë mendoj që i takon presidentes të ndërhyrë, sepse kjo situatë nuk mundet me shku në pafundësi. Seanca çdo 48 orë nuk mundet me shku. I takon, sepse me kushtetutë i takon, e ka rolin unifikues, bashkëpunues me të gjitha subjektet politike, shohim se çfarë po prodhohet nga ato takime. Megjithatë, e vlen të provohet, se sa të mos provohet fare dhe të ngelem në këtë situatë në të cilën jemi. Disa deputet tash janë të lëvizjes vetëvendosje që kanë qenë edhe ish-ministra, kanë thënë se ose Albulena Haxhiu, kryetari i kuvendit, ose do të shkojmë në zgjedhje të reja. është aleanca për këtë opsion? Sido që të rrjedh, ne jemi në teren, po nëse është dakordon se gjitha subjekteve politike dhe ne jemi për zgjedhje, atëherë nëse nuk mundet askush, nëse ata po insistojnë që me çdo kush duhet jetë Albulena Haxhiu, unë i ftoj, angazhohuni që me asiguru Albulena Haxhiu 61 vota në mënyrë që të jetë kryeparlamentare. Dhe në momentin që i siguron 61 vota si kryeparlamentare,
Ne do e respektojmë, sepse do zgjedhet për kuvendet e Kosovës me votat e 61 deputetëve, ne nuk do e kundërshtojmë. Urna, lëvizja vetëvendosje, siguroi 61 vota për ta bërë Albulena Haxhem kryeparlamentare. Nuk mundesh ta bësh Albulena Haxhem kryeparlamentare me 56 vota. Siguroi edhe vota tjera të cilat nuk i ke, bisedo me këndusht dhe siguroi. Është detyrë e tyre, nuk ka vot falas në këtë rast. Për këto pozicione politike, askush nuk voton. Nëse nuk jam pjesë ose jemi pjesë atij koalicioni, çfarë obligimi kam unë me votu? Asnjëherë sepse askush se ka votu. Asnjëherë pej historisë së formimit të kuvendit të Kosovës, asnjë parti e cila nuk ka qenë pjesë në ndonjë koalicionit s'ka votu për kryeparlamentar. Voton për nënkryetarit të kuvendit, sepse janë edhe të partive tjera, po jo për kryeparlamentar. Dhe në rast se shkohet në zgjedhjet e jashtëzakonshme zona Kadriaj, Aleanca shkon e vetme apo mund të ketë një koalicion parazgjedhor? Qysh e kishit në zgjedhjet e fundit me nisme socialdemokratë? Ne do të shkojmë vetëm në zgjedhje. Besoj që do të shkojmë vetëm, munden individ caktuar që dëshirojnë të jenë pjesë aleancës, të jenë pjesë e listës sonë zgjedhore, po pa koalicione me partitë e tjera. A e kalon pragun aleanca nëse shkon edhe? As që diskutohet se paku. Asnjëherë edhe në periudha më të vështira, gjithmonë ka vite që flitet, aleanca s'do e kaloj pragun, po megjithatë aleanca po e kalon pragun edhe i ka sfidu kohës. Ne kemi kalu pragun edhe kur zotëri Ramush Haradinaj s'ka qenë fare në Kosovë. 8 vjet një parti pa një lider dhe i kemi mbijetuar. Do e mbijetojnë sepse ju e dini ne udhëheqëm me 5 komuna, të cilat kanë performancë më të mirë, me 5 kryetarë të komuna më të mirë, me punë, me rezultate, kemi struktura mirë të organizuar dhe asë fare e diskutojmë pragun. Ne do e kalojmë pragun pa asnjë diskutim. Në rast se rezultati, nëse mba zgjedhjet është fjala, zgjedhjet e jashtëzakonshme, në rast se rezultati është pak a shumë i njëjtë, i nënshkurtit, nuk prodhohet një situatë e re, mund të ketë një situatë e njëjtë siç po përsëritet sot. I takon partive më të mëdha me bo zgjidhje. Ju shihni sa sinqert ka qenë zoti Ramush Haradinaj për formimin e qeverisë opozitës. Nuk ka kërkuar asgjë. S'ka kërkuar asnjë post, nuk ka kërkuar asgjë, veç le të bëhet qeveria opozitës. Nuk kemi pas kërkesa dhe nëse prodhohet një situatë e tillë, atëherë partive që janë më të mëdha e kanë obligim që të bojnë zgjidhje ose kjo njëra anë ose ana tjetër në mënyrë që të mos metim në situatën në të cilën jemi sot. Pat përveç juve si aleancë që mbledhet në shkrime, pat edhe një nismë nga Lidhja Demokratike e Kosovës mbledhjen në shkrimeve kundër vendimit të zëres për shtrejtimin e energjisë elektrike 16.1%. Po besoj që edhe ju i dhatë në shkrimet. Po, me patjetër i dham, sepse kjo ngërçe që po ndodh në kuvendin e Kosovës, në asnjë formë nuk duhet na bllokoj që të luftojmë edhe që të flasim për mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Kjo rritja enorme, e treta herë me radhë nga kjo qeveri, vërtet i ka dëmtu gjepin dhe shportën e qytetarëve të Kosovës, të cilat edhe ashtu nuk janë në gjendje të mirë ekonomike, sepse direkt me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, po rritet edhe çmimi i produkteve të tjera bazë dhe kjo është e patolerueshme. Ne përkundër situatës të krijuar në kuvend, duhet luftojmë edhe për mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Asnjëherë nuk duhet të mbesin harres. Shihni aferat korruptive të kësaj qeverie me miliona, me miliarda që po prezantohen çdo ditë edhe në studiot televizive dhe unë mendoj që prokuroria duhet të aktivizohet dhe njerëzit të cilët janë marrë me këto forma klasike të korrupsionit të burgosin edhe jo sot jenë deputet
në Kuvendin e Kosovës, e njëkohësisht duke luajtur edhe ushtrues detyrë të ministrave, të zëvendës ministrave, të kryeministrave. Dhe kjo është një shkelje ligjore, se në të njëjtën kohë ti s'mundesh me qenë edhe deputet, po edhe ministër, ose zëvendës kryeministër apo kryeministër. Partia që ka qenë në pushtet refuzoi të japë nënshkrimet për çështjen e Zorejs, po citoj një deklaratë, Donika Gërvalla tha pas seancës se partitë ish opozitare po bëjnë filma. Në fakt filma edhe me fatin e Kosovës dhe me fatin e popullit të Kosovës kanë luajtur kjo parti. Shifni për 4 vjet qeverisje, nëse në vend që në fushatën zgjedhore dalin me rezultatet qeverise, këta s'kan pas as program zgjedhor, se s'kan pas çfarë me thonë dhe format që e kanë zgjedh këta me bo fushatat zgjedhore kanë qenë filmat. Në thume filma janë marrë këta, se duke mos pasur as zero performance, duke mos pasur çfarë të prezantojnë para qytetarëve të Kosovës, të arriturat e kësaj qeverie, të arriturat e digasterëve që ju udhëheqin këta ministra, këta kanë zgjedh se gjatë fushatës zgjedhore të bojnë filma dhe ne kemi pasur çfarë filmash kanë bu. Dhe mirë që është reflektuar në opinion se nga 51% kanë rënë 42% dhe nëse shkohet prapë në zgjedhje do të binë edhe më shumë. Zona Kadriaj, 9 maj Kosova po feston ditën e Evropës me sanksione. Bën në qershor, bën 2 vite kur Kosova është në masa. E kemi përsërit edhe gjatë 4 vjetëve, edhe 2 vjetëve të fundit, për shkak se unë kom qenë edhe Komisionin për Integrimin Evropian, po edhe në Komisionin për Punë të Jashtme, është shqetësuese se Kosova ka humbur me miliona euro fonde nga Bashkimi Evropian për shkak të sanksioneve dhe ne e kemi pa që këta kanë bu filma me qenë se e kanë përdor këtë shprehje, po du me vazhdu me përdor, në pjesën veriore të Mitrovicës, duke thënë që e shliruan pjesën veriore të Mitrovicës, për shkak të këtyre veprimeve të njëanshme, të pakoordinuara, ne fakt kemi marrë sanksione. Për çfarë sovraniteti po flet zoti Albin Kurti, ku qytetarëve të Republikës së Kosovës, shqiptarë dhe të tjerë, po rritet çmimi i energjisë elektrike për 16.1%, ndërsa në pjesën veriore nuk ka rritje të çmimit të energjisë elektrike. Çfarë mund të thonë tash ata për këtë element? Dhe nuk do të heken sepse ka abuzuar. Zoti Kurti, duke parë që ka zero performance, ka zgjedh modelin e pjesës veriore, duke bo ato filmat, fotografijat, ministrat duke shku, me prezentu para qytetarëve se ne e shliruan pjesën veriore. Jo, pjesa veriore dhe të gjithë janë shliruar në qershor të vitit 99. Dhe detyrë e kretë institucioneve të Kosovës, po edhe partive shqiptare, ka qenë me integru serbet në institucionet e Kosovës, sepse në bazë saj edhe vlerësohem, në bazë të kësaj edhe kemi sanksione për shkak të këtyre veprimeve, dhe përkundër që kemi qenë në opozit, në çdo takim që kemi pas, kemi kërku që të heken sanksionet, mirë po na kanë ballafaqur me faktin, kushtet, kriteret, bazë këtyre kritere janë vendosur sanksionet, edhe këto janë kriteret të cilat qeveria e Kosovës duhet të punojnë në mënyrë që ne të hiqim sanksionet. Dhe tash për hiqjen e sanksioneve kërkohet një unitet i vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat në fakt i kanë vendosur ato sanksione, dhe tash po shohim se nuk kemi unitet. Dhe shifni, veç në përcjellje është e çuditshme se kur ka seanca konstituive në Kuvendin e Kosovës, vinë ambasadorët e vendeve të Kuvendit dhe shifni sot nuk ka interesim. Asnjë ambasador nuk e kemi në për seancat plenare të konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Ne kemi arrit me veprimet tonat pa koordinuara me aleatet ton, ndoshta sot ma afër me qenë me Serbinë se sa me qenë me qeverinë e Kosovës.
ne kemi lënduar raportet edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi lënduar raportet edhe me vendet e Bashkimit Evropian, pikërisht për lojrat, për një performancë personale të Zotit Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje, të cilët në asnjë mënyrë nuk kanë menduar për Kosovën, por kanë menduar si të arrujnë opinionin dhe si të arrujnë performancën dhe votat për lëvizjen vetëvendosje. Për ta, kjo është shprehmore. Albin Kurti me qenë kryeministër, lëvizja vetëvendosje me qenë parti fituese, ndërsa për Kosovën nuk ka gojë që është sankcionuar dhe që e kemi stopuar rrugën e integrimit evropian. Kur jem të zgjedhjet lokale zonja Kadriaj, LDK në farë forme heqi dorë nga ky gërçi që po ndodh në kuvend në Kosovë, sa po merru me zgjedhjet lokale. Ku është aleanca? Çfarë po bën aleanca për zgjedhjet lokale? Sa që qeverisni 5 komuna. Keni filluar përgatitjet, besoni që do t'i mbani këto komunat ku qeverisni aktualisht? Po, unë mendoj që aleanca e ka kryetarët me performancën më të mirë, me punën më të mirë që e kanë bërë për kundër sanksioneve që i kanë pas nga pushteti. Kretë komunat që nuk janë udhëhiq prej lëvizjes vetëvendosje janë sankcionuar me buxhet, me projekte, janë vënë projekte qëllimshëm, që ata mos me pas një performancë të mirë, po megjithatë ja kanë dalë. Nëse kanë dalë komunat me transparencë më të madhe, me performancë më të mirë, kjo nuk është vlerësu nga ne si aleancë, po janë vlerësuar nga organizatat kredibile që përcjellin punën, sikurse organizatat që përcjellin punën e kuvendit janë organizatat ndërkombëtare që përcjellin punën e komunave dhe që dalin me performancën dhe me transparencën që e kanë komunat. Dhe ne të gjitha komunat që kemi udhëheq, kemi transparencë më të mirë. Në Deçan, do të jetë një situatë krejt interesante, Shkumbim Demalijaj, kandidati pavarur një bashkëpartia ju e rrezikon kryetarin aktual, Bashkim Ramosën? Bashkimi ka bërë një punë të mirë. Dhe nëse shifni edhe me vendet një krahasje me Pejën, Deçanin, ka ndryshuar pamja e Deçanit me punën që ka bërë një punë të mirë. Unë mendoj që nuk ka konkurrencë. Bashkim Ramosaj nuk ka konkurrencë në Deçan. Pyetja e fundit, zonja Kadriaj, Albin Kurti nuk po paraqitet në prokurorinë speciale, i ka 2 gjoba që i ka dhënë gjykata. Pse nuk paraqitet Albin Kurti në prokurorinë speciale? Është në cilësinë e dëshmitar. Po, kjo kretë në vlugun asaj se do dalin skandalet. Do duhet të përgjigjet për skandalet që kanë ndodhur në KEK, për rezervat shtetërore, një mori skandalesh që ministrat janë paraqit në prokurori, pastaj skandalet që kemi me aferat korruptive në KEK, në Kece, ato milionat e Martin Berishse, Krasniqit, Rozeta Hajdorit, tash dhe nga përgjimet që kanë dalë, nga ato këmbimet që janë dalë në Messenger apo në rrjetet sociale që janë siguruar, Albin Kurti ka qenë në njohuri të plot për gjitha këto skandale. Dhe unë mendoj se asgjë në këtë qeveri nuk mundet me ndodh dhe nuk ka ndodh pa dijenin e Zotit Albin Kurti. Dhe koordinatorës që e kanë, ata koordinatorës kuvendet e komiteteve dhe Jona Mihajli, shifni krejt, ata janë të kyçën dhe janë të informuar. Bile, aty ku ka qenë edhe Zoti Kurti kanë marrë urdhën që t'i shkelin, edhe nëse ka pas kundërshtim që është shkelje ligjore, ta kanë marrë urdhën që t'i shkelin ato, t'i bëjnë ato shkelje ligjore në mënyrë që ata tenderat e tyre, një burimor të famshëm t'ju jepen njerëzve të caktuar që kanë qenë të afërt me lëvizjen vetëvendosje dhe me automatizëm përpos ministra, vish ministra, përgjegjës është edhe Zoti Kurti edhe dëshiron t'i këtij faktit deri në pafundësi, po kjo është një torp që ka ndodhur, sepse për këtë mos paraqitjen e Zotit Kurti në gjykata me ftesën që u ka bërë 1 herë, 2 herë, kanë shkruar edhe media të ndërkombëtare. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe për juve.